Në këtë fillim sezoni do të flasim për zhvillimet politike të një vjeshte të nxehtë që pritet të ndodhë në Shqipëri, të paktën siç paralajmërohet. Poshtë e lart, pavarësisht se duket që në kasta e vjetër nuk u lukund, të paktën deri tani, edhe pse nga sheshi paralajmërohet një valë e tretë në shtator nga diaspora dhe jo vetëm. Do të flasim gjithashtu edhe për situatën ndërkombëtare dhe ndikimin në Shqipëri, pa harruar trojet tona dhe mbi të gjitha vendimin e 16 shtatorit në Hag. Të gjitha këto do t'i diskutojmë me mikun e emisionit ton, të dashur për të gjithë ju dhe të respektuar, zotin Zaçe Islami, avokat. Përshëndetje dhe faleminderit dhe mirë se rikthehesh me energjitë e reja. Faleminderit, përshëndetje dhe të falenderoj për ftesën. Faleminderit ju, avokat, miku jon. Avokat, këto ditë kaluan të gushtit, 2 javë e para, 3, po shkojmë drejt mbylljes. Protesta vazhdojnë në shesh, po flasim për situatën politike, të paktën sepse parlamenti është mbyllur. Çfarë ka ndodhur gjithë këto ditë përtej pritshmërive tuaja dhe fakti që po ka rezistencë dita 85, mos gaboj, 83. Nga momenti që mua më nxorën me zor nga protesta, unë nuk pres më asnjë, domethënë sot e 2 muaj e gjysmë, 2 muaj pak ditë, se ishte java e dytë mos gaboj kur ata mua më larguan nga protesta. Unë konsideroj veten vi demarkacioni midis advetarëve dhe tradhtarëve. Stadini. Dhe këtë them me plot gojë. Jam krenar për që them, e mbroj këtë që them, e mbështesin dhe opinioni publik këtë që them unë, që unë jam bje demarkacionit midis tradhtis dhe advetaris, dhe kështu që unë nuk pres gjë nga këta. Protesta u kthye në një ritual këngësh Rama jepe dorheke, turp, para pakos, para të bjen mos gaboj, pas në një video, një qift të moshuarish, 82 me 85 vjeç, burë e grua, ku ajo zonja bërtiti me të madhe dhe tha që është ajo protesta ashtu me atë këngë që thoni ju mërë. Atje duhet të gjithë dorheqje, tha dhe poli me shumë pathos ajo gruaja. Pra, ajo 80 vjeçja u dha mësim, ose si thuash, mbështeti atë që kisha ngritur unë si problem. Lidhur me protesta. Në vijim të kësaj që ju thoni, për ta kujtuar dhe për opinioni publik, në momenti që pa u bërë 10 ditë nga protesta, ne kemi zhvilluar një bisedë bashkë, edhe kur atëherë po duke sikur po zihente, po vlonte nga të katërt anët, ju ndryshe nga turma, kishit një mendim tjetër, edhe më thatë shprehnisht që protesta u shua e para, edhe e dyta, që Rama nuk e jep dorëheqjen me këngë. A u vërtetuan 4 shqipërisht këto që të thash do të ri? Prandaj e solla, edhe për publikun që na ndjek ndoshta për herë të parë, që ju keni qenë jo një hap, po të paktën disa hapa para të tjerëve në këtë të falenderoj. Por unë e thash atë dhe i qëndroj dhe ajo vërtetua, sepse unë di si funksionojnë këta komunistët do të ri. I di si funksionojnë, i di mirë se si bëjnë planet, dhe se si i realizojnë, dhe nëpërmjet kujt i realizojnë. Dhe unë, saktësisht tamam ka qenë 10 ditë që i pari protestës, atë ditë, kur ata mua më nxorën me zor nga protesta, aty u vullos gjithçka, që protesta nuk është për shqiptarët, nuk është për Shqipërinë, nuk është për të zgjidhur problemet e demokracisë dhe të drejtave shqiptarëve, por është thjesht për të mbajtur në pushtet të 2 kriminalët Sali Berisha e Edi Rama. Dhe kjo u vërtetua 4 shqipërisht dhe unë të falenderoj nxehtësisht që e solle në kujtesë përsëri për teleshikuesit tuaj. Avokat, pra sikur thatë ju, duket sikur Rama dhe Berisha ja hollën. Hedhur ja kanë ata, si kërcënon asnjë. Janë rregull ata. Shikojnë, janë rregull. Pra në shtator, avokat, pavarësisht se mund të ketë ndoshta më shumë apo më pak, apo më the të thash, nuk është se do ndryshoj diçka tjetër. Jeni qëndroni të që sapo tha.
qëndrojnë në atë deklarim që kam bërë 10 ditë e para në intervistën tuaj, me ju. S'ka lëvizur asnjë gjë, jemi pikërisht në atë stad, në atë nivel. Thjesht njerëzit, mori se kuptoj, këta që dalën atje në protest, janë të pamundur që të eliminojnë një grup gangsterësh që kanë mikrofonin aty dhe të japin protestës atë që duhet të ketë, atë drejtim që duhet të ketë. Këtë s'kuptoj. Qeta jo ati avokat, sepse shoh shumë komente në rrjetet sociale që thonë qeta e mikrofonit. Ç'është kjo? Është një grup i strukturuar spionësh të dy partive, të cilët kanë të gjithë bazën materiale që nga motori, nga gjeneratori i dritave, që nga mikrofonët, që nga qendra zërit mirëthem, që nga altoparlantët e mëdhenj disa mijëra decibel, që kanë para dhe kanë mbështetje ekonomike, kush i mban, kush i paguan. Janë ata që komandojnë. Dhe në qoftë se unë, si tha që Islami, tek pull, do kisha një mbështetje të tillë, vuri veshin, do kisha një mbështetje të tillë me bazë materiale, unë e ktheja protestën në interes të kombit shqiptar. Po unë atë se kam, edhe kështu që vazhdojnë ata. Avokat, kur kanë kaluar 80 e ca ditë, tani a mundet ju të thoni për publikun që kush e bëri këtë protestë? Edi Rama me Sali Berishën. Ata e kanë organizuar. Dhe vërtetohet te grupi mikrofoneve. Ata nuk lënë njeri që të flasë kundër Sorosit, ata nuk lënë njeri që të flasë kundër Çiputëve, ata nuk lënë njeri që të flasë për aferat korruptive të Edi Ramës që ka shitur territori shqiptar e Çiputët. Ata s'lënë asgjë nga këto, vetëm kanë mbetur Rama e Dorëqin, ja dha Dorëqin Rama, e dha Dorëqin Edi Rama, e merr pushtetin, tualet balla si e ka ai. Po, ja. Avokat, mund të bëjnë ndryshim tani se do i mbledh ande nga Pogradeci tani në shtator, në fund kushtit të Rama. Çfarë do bëj? Mund të bëjnë ndryshim nga qeveria, pse thash apo? Po çfarë si ka do ndroj kuaj që karrosët, po deri vet prapë në krye. Po nuk e keni Edi Rama kështu zotëri, harrojeni, më ta dinë shqiptar, më prapë u them. Ore mos u lodhni kot me atë protestë që bënin një ritual të përditshëm me bën kolën si e ka ai. Tallet bën kola me atë megafonin në gojë, i komandon ai të tëra farullat e tëra fjalët që do thuhen edhe ai mirupafshim. Akoma se kuptojnë që po tallen, o a bëjnë mirë atë që tallen. Pra, avokat, sezoni i ri, po probleme vjetra, avazi vjetra, nuk është se ka diçka tjetër. Absolutisht asnjë gjë nuk do lëviz. Mund të lëviz nëse do veprojnë siç veprojnë në Patagoni të Argjentinës. E dini ju çfarë ka ndodhur? Siç veprojnë Nepali, e dini ju se ka ndodhur. Siç veprojnë Egjipti, e dini mirë dhe ju. Siç veprojnë Siria. Ashtu po, zotë Edi Rama, dhe ikën me vrap. Ikën me vetë gjimstrahim në Tel Aviv. Po ndryshe Edi Rama është aty. Avokat, i pakënaqur me situatën ku ndodhet Shqipëria, a keni menduar të zhvendoseni në shtetin e ri Bektashi? Atëre, mirë bëre që ma solli në temë të bisedës. Jo, unë nuk jam i kënaqur me shtetin e ri Bektashi. Dua tani unë kërkoj që të ngrihet një shtet islamik, musliman, i drejtuar nga Komiteti Musliman Shqiptar. Avokat, ata kanë qenë tjetë deri tani, nuk është se... Prit se s'ka mbaruar jo. Dua që të ngrihet një shtet ortodoks, Korç Gjirokastër Saran. Se dhe detyre. Dua që të ngrihet një shtet LGBTQI, me homoseksual dhe me lesbike. Se të tyre data. Avokat, rrise, ani nga Shkodra, Serbia i ka vënë syrin, kështu që... S'ka mbaruar. Dua një shtet sërb në Shkodër dhe në Lezhë. Se dhe ata kanë komunitetin e tyre. Dua një shtet të ndërtohet një shtet Halveti, me qendër kishën halvetiane
pas pallatit të qenë Halvetiane pas pallatit kulturës, këtu në Tiranë, të drejtuar nga Shali Pazari. Pra dua gjithë këto shtete që të ndërtohen dhe që Shqipëria të bëhet copa të rrime, sepse ky është plani i qifutëve të Tel Avivit dhe i kryet qifutit në Shqipëri Edi Rama. Ky është plani i Rothschildit që ta shkatroj kombin shqiptar. Ky është plani i Rothschildit që të ndërtoj një shtet të ri palestines, kështu izraelit në qendër të Europës, në Ballkan, në Shqipëri dhe të shpërbëhet harrohet që ka shqiptar, na kanë bërë një 9 kombësi kështu minoritete na kanë dhënë mbi kurrizën e shqiptarëve. I kanë bërë me kohë këto gjëra dhe Shqipëria praktikisht në zotëri, Shqipëria është drejt shkërmoqjes totale, përfundimtare. Në qoftë se shqiptarët duke marrën armët të përmbysin këtë pushtet kriminal antikombëtar, s'kemi gjë. Avokat, me paqe. Avokat, po kjo Babamond, çfarë fiton Babamondi tani? I bie që të presidenti i shtetit apo jo? E njëni çfarë do të thotë për ju? Kush është Babamond? Ai është i bie të jetë i pari i shtetit tani. Ai Mondi, si Babamondi, si babai, ai ka qenë oficer, është një Mondi nga brata e Kemlorës, s'ka lidhje fare me bektashizmi, dhe nuk është mos e hani sapunin për djath. Nuk do bëj shtet ai, se s'bën dot shtet. Sepse ka dhe një kryetari i shtetit, ka dhe zonjën e parë të shtetit, ai është i pamartuar, kjo do të paraqes për zonjën e parë. Ky është problemi i vogël avokat, po bëj gjithaj shtet, pastaj dhe këtë do ta zgjidhin ata. Gjithaj shtet me 10 hektar tokë, është gjithaj shtet. Po, avokat, si do komunikoj për shembull shteti i ri në Tiranë me malin e Tomorit, ku po mbahet peligrinazhi andaj çovit? Po, dhe ta bëjnë me Tomorit, dakord. Po atë se bën dot se Abbas Ali Tomori është tjetër gjë, se është i Babamondit. S'ka punë, se i thash baba dhe të req. Pra, avokat, kjo është sipas jush një shashke hedhur për mbuluar situatën me protestën dhe gjë tjetër, gjë fundi. Por të tërhequr vëmendjen nga problemet e madhore që ka sot Shqipëria, por njëkohësisht nuk është e pa gjë, është një taktik izraelite për të shkatëruar shtetin shqiptar, jo pa gjë, sepse Darzetin e ka dhënë qeputëve, Vërnesin u dha qeputëve, atë Sazani u dha qeputëve, çka kanë betur më në Shqipëri. Po ç'është me paketën e maleve do t'i shkatërroj fare, dhe objektivi ai është shitja e Shqipërisë, shkatërrimi i Shqipërisë, shpërbërje. Avokat, tani Marco Rubio tha që ata shtete që sprovojnë as anije, as ilaçe nuk e meritojnë të ekzistojnë fare. Tani ambasadori amerikan vjen shtator. Ai Marco Rubio nuk ka thënë gjë tjetër se ka paralajmëruar shkatërimin e shtetit shqiptar. Kjo do të thotë, ne anije sprovojmë, ashtu çfarë tha tjetër? Ilaçe. Atëherë pse duhet jemi si shtet? Mirë pa. E ka mirë ai. Bëjmë shtet kosmopolit, shtet në një 35 shtete të tipit mondi. Si shton blushi me tjerët, me Kosovën, me Maqedoninë apo? Jo, me ata nuk bashkohemi do se s'ta lë njëri. Nuk duan ata. Avokat, po kjo situatë këto ditë që ne nuk kemi folur, ka pas një ngjarje kriminale, përplasje, vrasje. Tani këto i sjell vera avokat apo i sjell problemet me rendin? Jo. Temperaturat janë ngritur 40 tani i çikin gjak zet jemi ne. E dikush i sjell këto zotëri? Të i sjell policia partijake, policia e partisë punës, se policia e shtetit ka vdekur. S'ka më polici shtetit. Ju keni mbështetur drejtorin e ri. E mbështeta dhe kam thënë që bën detyrën. Drejtori i ri tani nuk lëviz dot. Se lë njëri dhe të doj, nuk e bën dot më detyrën e policisë, sepse nuk e lë Edi Rama, sepse Edi Ramës dhe
qifutëve u leverdis, u interesojnë që Shqipëria të jetë një amulli, të jetë një katrahur, dhe pak praktikisht këtë për realizojnë katrahurën. Nuk u pëlqet puna atyre se vritet një turist apo 5 turist. Me që riktheve të izraelitet avokat, ç'ishte një lajm që qarkulloi që do hapet një muze në Florë, por aty u shkarkua një hoxh gjatë verës, një myfti. Ai çka kundërshtoi andej? Ai hoxha i Vlorës kundërshtoi hapjen e muzeut izraelit në hebraik në Kosovë, në Vlorë. Dhe kjo ambasador ka izraelite del si e pare vëmit në Vlorë, ndërton dhe muze atje për qifutët, se s'na duhet muzeu i qifutëve neve, përse në Vlorë muzeu i qifutëve. Dhe ta bëjnë në Tel Aviv. Dhe ta bëjnë në Jeruzalem. Në djallësëm sa bëjnë, ku të duan. Këtu që duan. Po të thash pra, të tëra këto që thati ju, dhe të tëra këto që diskutojmë, konvergojnë në një pikë, në shkatrimin e Shqipërisë dhe kthimin e Shqipërisë në koloni izraelite. Ka që thjesht është. Ndërkohë që vietnamezët andej ne folëm dhe herën e fundit së bashku, gati 30.000 duke do na vinë këtej. Ai 100.000, nuk e di sa ishte numri. Do bjen vietnamez, si kundër kanë prur indian, pakistanez, afgan, bangladeshas, filipinez, sa të duash, i ke shikoj gjithë qendrimet sociale janë mbushur me kamarierë palestine, filipinez. Prap dhe këto që thamë tani që konvergojnë atë në tjetësimin e popullsisë shqiptare. Të mos ketë më shqiptar, të ketë një Kombet e Bashkuara të Shqipërisë ose Shtetet e Bashkuara të Shqipërisë, ose Albania. Avokat, mirë me serbët dhe me grekët, por edhe me maqedonasit, nuk është se kemi qenë mirë këto 2 ditë, se erdhën në Pustec, nuk kënduan himnin atje, Rama tha është parodi e Pustecit, tani për herë dytë, mirë një herë ndodh gabimi, po kur ndodh për herë dytë tani s'është më rasti apo jo? Ai palaco, ai pander, ai pa cip që quhet Edvin Kristaq Rama. Të njëjtën gjë tha edhe për ministrin e Serbisë Rama dhe thotë ajo kështu tha. Dëgjoj, ai shumëzon me zero, i nënleftëson, i ignoron, gjasme sikur qot shdia i Qelbiqeni, që ai është manti shqiptari se kushtohet të shqiptar tjetër. Dhe pikërisht veti më shtet, dhe vetë u thot Bjerini i Shqipërisë. Bjerini u thot, se nuk e meritojnë shqiptar tjetër. Është ai, Shteti Rama. Kosovata mendoni që do hapet avokat apo në Shkodër? Po do të hapë e kamaruar punë, kush do ta pengoj? Pa më thoni kush do ta pengoj? Kush? Me grekët kemi qenë në rregull këtë verë avokat, s'ka pasur ndonjë. Greku ka hyrë dhe ka bërë atë, e ka realizuar politikën e tij zotëri. Greku e veshi Korçën para pak ditësh me flamuj grek. Fillim e fund. Bulevardi kryesor të Korçës. Ka bërë, ka ardhur ai aty i ka Korçën dhe Gjirokastrin i komandon greku zotëri. I qeveris greku. Avokat, me qëllim të bashkitë dhe të rajonet, tani si mendoni, do bëhet kjo ndarja e re e bashkive në këtë mënyrë që është propozuar nga socialistët? S'ka kush ta pengoj. Do t'i bëj të tëra ato që ka thënë zotëri, sepse po si bëri, ata i heqin kokën ata që kanë bën kryetar shteti, kryetar qeverie këtu. E vrasin, a e di këtë gjë? Avokat, po sikur i kishte gruar me Sorosin. Se ka përshu me Sorosin ai. Asnjëherë. Po shte lartë gjatë sa e vere, jo e shprishur, më the thash. Ata deri më sot ashtu kanë qeverisur, duke mashtruar. Bëj sikur zgjedhën dhe nga ana tjetër pin kafe dhe pin verë natë për lokale super të shtrenjta. Bashkë janë zotëri. Bashkë janë. Edhe Trumpi. Bashkë me ta është. Pra është një lojë e madhe. Avokat, do ta mbyllim me atë që pritet ndodh në 16 shtator. Ne kemi folur edhe herë tjetër së bashku, po duke qenë se ka filluar ky numërimi mbrapsht tani, për vendimin për thashjet dhe të tjerët, pra 4-shën e madhe. Çfarë mendoni do vendos gjykata e Hagës për Pse ka marrë vendim që në 16 shtator do hapet do shpallet vendimi? Në 16 shtator shpallet vendimi. Pra i bie edhe 22-3 ditë, sa i bie?
Dorin Burg. Dorin Burg. Kanë bërë krime. Avokat, po ju pyes për të gjithë. Kryesori që di unë është Hashim Thaçi që ka qenë këtu dhe karabinierë që ka thënë ka qenë komandant i UÇK-s, është e vërtetë. Hashim Thaçi ka qenë Tiranë në vitin 31 zotëri. Ka marrë pjesë në lutë. Tiranë ka qenë shumë ata avokat. Jo, ata e filloi Farku në 92-shin, forcat e armatosura të Kosovës, të cilën pastaj nëpërmjet tradhtisë së shtetit shqiptar, që tradhtoi LDK, Lidhjen Demokratike të Kosovës, dhe ja kaluan siç bën luftën balli me komunistët në Shqipëri, e njëjta gjë ndodhi në Kosovë, LDK-ja me PDK-n. Si 2 pika ujë ngjaj. Si 2 pika ujë, luftë civile. Avokat, mund të ketë ndonjë destabilizim në Kosovë po dënuan ata? Pardon? Mund të ketë destabilizim në Kosovë? Që do ketë destabilizim? Jo fare hiç, ata dhe t'i dënojnë. Venda kërkojnë të ndejnë në Hagë, se vetë kërkuan atë gjykat. Albin Kurti u thatë, jam kundër ngritjes asaj gjykate. Këta mu lëkëm, vajtën vetë. Avokat, po situatën politike, mund ta shikoni që mund ndryshojnë qoftë se rikthehet Thaçi, se presin rikthimin e tij për të rrëzuar Albinin? Kthimi i Thaçit në Kosovë është dënim e vdekje për Kosovën. Deklaratë e fortë kjo. Thaçi ishte komunist zotëri. Thaçi ishte për dalje territoresh. Thaçi ishte për t'ia lënë atë Mitrovicën Serbisë. Jo, Qosja ka thënë që zgjidhja finale mund të shkojë deri te ndryshimi i kufive. Pse do ndryshojnë kufit? Çdo jap Serbia. Atëherë dakord, i ndryshojnë kufit, të bëj kufi deri në Novi Pazar ku ka qenë toka shqiptare, te Mollëkuqe, edhe pastaj ndërmjetësojnë që të ndryshojnë kufit. Ç'keni mos më zgjidheni ata. Jo, avokat, të lutem, edhe diçka për ta mbyllur, si një parashikues nuhatës i mirë i këtyre ngjarjeve, të lutem nëse mund të bëjmë një parashikim të shkurtër në fillim të këtij sezoni të ri deri në dhjetor. Çfarë mendoni që do ta shënoj këtë hapësirë të 3-4 mujorësh deri në fund të vitit? Çfarë ngjarje do të dominoj? Pra, se folëm për situatën në Shqipëri, në Kosovë, në rajon, në botë. Pres që të dominoj diktati hebraik i qifutëve në Shqipëri, të vendosin çizmen e tyre të qifutët, të shpërbëhet Shqipëria, të shpërbëhen qytetet shqiptare, të ikin akoma tepër shqiptar dhe të boshatisë Shqipëria kalojnë duar qifutëve. Këtë pres unë. Nuk pres gjë pozitive nga kjo klasë politike që është sot në Shqipëri. Vetëm në ndodhë ndonjë mrekulli, që di, ndonjë çfarë them, në gjëra e zakonshme që Shqipëria të fitojë atë që duhet fitojë. Avokat, të falenderoj shumë për bisedën. Edhe unë të falenderoj që për intervistë.